shikues të nderuar, mirëmbrëma, jemi ratuar në këto fotele të Mobilje Dekor dhe fillojmë me emisionin e radhës. Kemi vendosur të flasim për një temë që prek secilin njeri, secilin shtëpi, pra zhandri Tallava. Si dhe ku lindi zhandri Tallava? Mot. Po, bashkë në mot. E kanë gjetë një bazan të musht me mot, ja kanë nisë me pastru, tek në fund, kur kanë ndalën plaka, ju ka metë edhe një mot i vogël ato të fislu. Që ato e kanë marë, që ato tinguj që i kanë shu që i mut, e kanë shujtë Tallava. Këto janë dokra, këto janë informacione me tendencat këshia. Po e di që ashtu është. Muzika Tallava lindi në Hungari, gjithësisht nga mësusi i Franz Liszt, i nderuari apo mësusi i madh Karli. Njëherët ishte edhe ai që i mësoi mësimet e para të nderuarit Liszt. Supozohet që mbretëria përfundimisht e pranoi në gjirin e saj rreth vitit 1800. Pra, si zhanër, pra fjala, domethënë me që quhet Tallava, ka 6 shkronja dhe secila shkronjë ngërthen në vete kuptimin e vërtet, domethënë të emrit Tallava. Si që i bie, pra shkronja e parë, thot T për tempo, A aktiv, L legato, A andante, V vibrato. Pra, tempo aktiv, legato, andante, vibrato. Kur u shfaq ky zhanër për herë të parë, ishte diçka e re për atë kohë, por mësuesi i madh, pra Karli, mësuesi i Franz Liszt, ishte ai që me çdo kusht tentonte që edhe luftonte që kjo muzikë të mbetej në treg, që kjo muzikë të mbjetonte. Ku pilezon e veç të sana? Po në Wikipedia. Po mjëtë në Wikipedia mu edhe unë e hi me shkru qa do diçka. Po, normal, unë nuk të pyta se a donë me hyti, a mundesh me hy edhe a me shkru, po vetëm të përgjigja se ku po i marrë informacionet. Po, jo, mos janë në Wikipedia informatat e sakta, vëq kështu? Jo, informatat e sakta atër na qenë kanë në portalet e zakonshme tonët. Vazhdo të lutna mos të pshurrin tonë me njerë në fillim të emisionit. Po prandaj edhe unë po të them, pra zhanri Tallava nuk është thjesht një zhanër, por është mënyrë e jetesës. Vetëm mundemi me undal edhe me analizu njerëzit që e ndëgjojnë Tallavan. Kryesisht janë njerëz që e kanë dveshur nga një këmish, gjithmonë janë 3-4 numra më të vogla se sa trupi, kryesisht ngjyrat i mbajnë të kuqe apo të verdh, e mbajnë nga një rrëmojc, një në xhep, një në kulet për çdo rast që ta ketë rezervë, mbajnë frizurë që domethënë i bën ball kohës, pra ecën koha, frizura mbetet, pra gjithmonë kanë si ta them, tjetojsh si një tallavaist, është mund, është sakrific, lirësh mundemi me thonë se është mënyra e jetesës. Flori Umajesi në njërën prej këngëve të tij thotë që çdo kush e do këtë zhandër. Po, ati edhe i lejohet, mi thonë këtë fjallë, se është i fundit pe gjeneratës tre që është i ashqinë onën muzikës tamam atin. Nëse nuk kujdesesh për fjallorin, liresh del jashtë. Kjo është vrekja e fundit. Trus që ato krye punën tonë atë. Tallavaja është terapi. Unë t'ju thënë vërtetën shpesh herë me ca meq në Maqedoni që i kam jenë deputet, i vizitojnë këto vatrat e Tallavas, tini të sigurt që muhabeti ma i mirë i mundshëm ndodh ato. Adhe kur në rastis në i herë me shkune për këto neja ku ka muzikë klasike e kësi gjana, do më thonë, besëm që nata në vrishet. Po ajo muzika klasike është por dhe burra, ajo kush gjë heq nuk është. Dë violina, dë fylla, pos më konë me najt dekra, ajo muzikë për filma vizatimor është. Ajo muzikë dekës është. Po ma për para ta ngojën e atë për mashinën e doktor Beharit, po të kalzej se qasi muzika pa lidhe. Qëshka e fjole me? E kapitalizm. Po, na jetojmë kapitalizm. Edhe ti nuk i vakt aty më shku 4 orë me ngu muzikë pa lidhje. Me ngu asi muzikë e dekave. S'ki drejt as me fol, as me kesh, as me do artrokit. Një gotë që aty të venës të është valit, kishe pëdina na që ka është vena mirë pëshur shanë gotë. Adin, kjo muzikë është pordhë, nuk është kur gjë heq. Apo kuptan? Po, sa nga ju, do më thënë, keni mindil në gjep? Po më në mindil që e keni për çdo rast, mindil që ju thret dikush me u fut në valle dhe ju e keni. Janë këtë formë për shembull. Që? Ju dua
O qatë thone që ashtu është, besëmni. Po pëlqen që ma në fund e palove ti. Po kali sepse unë të njëtën kom ngu Stravinskin, Shostakovich, Tchaikovskin, kështu më rritën e. Por edhe këngëtar serb që edhe këta po pa je që shtot i të ngu që ata. Jo në Rus, jo serb. Po edhe mazi. Po si e një bagël që jeton në lumin e nacionalizmit. Zotni po më vjen shumë keq, po je i paditun. Ti as emrin tën nuk din me shkru. Që kush je ti. Edhe a din që a kam problemin, që i njëjti tip i lojit tën, ki drejt vote, voton, edhe me qatë votën tone, ti ja qenë nonën këti vene. Po, se une jam majtist. Edhe ti nuk i që ka me thonë heq. Ti veç vërglat që të të nditën. Sen heq nuk i. Qëre veç mos e marshën për shtetin. Se ti syt nuk i me mujtë misil. Ta kom qi se pëllturën e nonës ta kom qi. Po është qeveria Kosovës. Që të sosë s'ki nevojë me normalin. Ja po ka hanë mut. Kemi ardhe të politika, kemi ko. Ja, se e diju në fort mirë me kone kjo, përse ta. Se u ka hanë mut. Oke, dirë nërë pak ajtë pastërt. Ku ajtë pastër? Në Prishtinë që to a? Në Auschwitz. Ne, se të përbjen fjalla, t'i këthejnë temës ta është Talava. Cilin artist du ta veçonit kur bëhet fjalla për Talava? O, mos ju thuj bre artist, ja po më detyron prap me shoha, Talavagji është Talavagji, artistat janë artista, që për më shtini... Jo, se pëlltura është artist. O, Bodihova hargjoj frymën e, mi ju të regu qka është qka, apo këpëtën, ju jeni të kalë bën në gjenezë. Kjo i bjenë sikur benven, kur më në është me nëzirë pej borës. Ajo, vish për borë nuk është e marume. A, Peugeot ta qkynë borës, ta vetë. A, ko këshëra atu, po më doket? Po, që asë dina, kjo pa qupi ati emisionin që kumë kalzun. Asë dina, e kumë ndru. Ja, e kumë marrë një Peugeot, e kumë marrë një Peugeot tjetër 00. 100 metra vetë ja kumë bo, vetë i pari. Ljoshk, si aeroplan. Fshin. Po dhe se e shojshë një ku. Tjetër ma betë kënë, tjetër kush i ka pas fajet aty, po mos t'hiju në aty me full për atë punë. Mirë, kalojmë temë se dullëm diçka tjetër. Po du me t'a bo një pytje shumë shpejt, amo shumë shpejt përgjithmo. Po. Cili është libri i fundit që e ke lezu? Përgjithmo. Konoki i dem Bellaselës. A që ja titullin e nonët. Po t'i hanë motë se nuk i ke lezu vetë, përse tha. Po du me thonë që formule e vetme që na mund këfis si shtet është me eliminu qiftin tënë. Jo, veç mos më marrë me ty, po dhe me gjithë me naj formulë me të eliminu, si që lizë e keqe je, edhe ty edhe plot do tjerë që jenë si ti. Jo, që të kalëzoj kush jam une. Baba jam, është njeri i parë që e ka organizu luftën e Kosovës. Misha jam, është njeri i parë që ka shti armatim Kosovë. Babgjyshi jam, është njeri i parë dhe gjarrohi i parë në katun, që ka bo synet me mjetet sofistikume, jo me gurt mrete me dhëmë që shi ka bo për para. Gjyshja jem, është gruja e parë, që me 74 kg në shpin, ka hec 43 km kur pa unal. Ato gra tjera e nal, kjo kur nuk unal, rahmet shpirti i pastë. So vjetë ka vdek gjyshja, bre? 19 vjetë ka dek, po babgjysh jam nuk o martu kur mo për shkak të dashnisë dhe të respektit që ka pas për ta. Po dhe të janë ngarku ka 2 tënë në shpina, po? Po e pas këtë pas ngarku pak ma shumë se sa që duhet. Ngom që po të thëmë, nëse babgjysh jëtë ka vendos me mytë gjyshën tone, nuk ki nevoj bre burë ti, edhe loj jëtë, me mytë komplet këtë shoshni, me ide të juja pa lidhje. Po dhe po thëtë në kuptimin që mos merë një shambull tash i babgjyshin që me vazhdo i vëllirë. Ej, po veç sot gratë tona një gotë uj nuk nasjesin. O majmun, po mos i përboz vlerat e gjyshëve tona. Vazhdo me pytje. Zotër Azemi, ja ku ju kumë shërby me fruti, kështu që mos fali dhe pa lidhje për gratë. Një dasha mirë si Talavas për shambull. Tash, të kthehemi te mas lufta. Për shembull njerëzit janë kanë pak më të frustruar dhe kanë bën ashta gjëra jo bashkë mira, po Tallavaja nuk fton njerëz me dalë në shesh me protestu për shembull për drejtat e tyre. Tallavaja ta kënaq shpirtin. Tallavaja të bën të lumtur. Tallavaja njëkohësisht të bjen në të dvojit të i kënu. Domethënë është diçka e mrekullueshme.
Unë e kisha lutë Shaib Seksin më na lëshu këngën e shkurt të Gashit, edhe viç mu bind çka është Tallavaja për një me kështu edhe me zë. Shaib? Unë u lodha të kësy për kolegët e mi. Edhe këta kësem për ty më stani, pa për problem. Kështu që na falni për pengesa së është live. Live po gjithë shka po shkoj. Okej, labi ti thema herët që orkestri edhe këngëtarit ka dështu ndasëm, apo? Po, edhe të kom thirë ty. Edhe me shune jem një këngëtare që i kënej shumë në përdasma, edhe e di që ka lypet në përdasma, kështu që po vazhdoj. Me kall dasmën. O këtë dalë o labi, janë i zënë këtë vene, o janë i zënë këtë vene, o kërë shkur të ljabo, janë dhe veç me djege. A jeni ty apo sigurin që e ka, do më thonë vetë besimin, atë krenarin e madhe që ka dalda, do më ka vetë besim. Po, edhe anive kërë tha, të ka dështu orkestri. O, këta nuk dështojnë, dështojnë Sepultura Amutit, këta nuk dështojnë kur. Unë njetën time nuk kam hasur në një këngëtar tallavajist i cili si ka të paktën 3 fakultetet të kryera. Pra, thjesht janë njerëz me vizion. Po, të arriturit e këti shtetit. Unë personalisht e kësha bo një propozim për ta. Bili të paktën kushtetutën me ndryshu, veç një nënë. Po, sepse je i paditur, o kokmushk. Nuk e shpirt. Një njeri i cili nuk jep shenja kur e dëgjon muzikën Tallavaj nuk është njeri. I nderuari Shaib Seksi. A ka mundësi një këngë nga i nderuari Muharrem Ahmeti? O gojen të hongë, o Muharrem. Dhe jo vetëm gojen, Zoti e bekoft këtë artist. Amin. Morët pak molin. Dorën zemër, qysh të do këty, hajtë, të kalëzëm. Tog më vike. Ka mundësi se femnat e përjetojnë ndryshe. Dikon ma ndryshe të femnat, dhe më thonë jojnë ma shumë të prijura së ma ka depi. Ja. Shikues të ndruar, natën e mirë anajsan. Miq, hajme dhe nga një efë. Oj zogo, jedek me vija, oj zogo, jedek me vija, aj ke pa shoqete mija, aj ke pa shoqete mija.